Zbuloi të shkuara erët e Rogertit ja çfarë pas ka bërë në të kaluarën. Një debat mes Rogertit dhe Gimbos në shtëpinë e Big Brother VIP ka nxjerrë në pa detaje tronditse nga e kaluara e Rogertit. Mes tensioneve, ai ka bërë një rrëfim të papritur lidhur me humbjet kolosale financiare që kanë pësuar për shkak të bixhozit apo zgjedhjeve të tij të gabuara. Gjatë diskutimit, Rogerti pranoi me krenari të çuditshme se ka humbur një pasuri të tërë në kohë rekord. Kam humbur $380,000 për gjysmore. Unë kam çuar dëm një shtëpi të tërë. Zdiku janë. A e kupton? Me lojën time dhe historinë time, deklaroi ai duke lënë të shtangur Gimbon. Kur Gimbo i vuri në dukje se kjo nuk është diçka për të mburur apo një zgjidhje e mirë, Rogerti shpërtheu duke sqaruar misionin e tij në këtë format. Ai theksoi se nuk ka hyrë për të qenë model moral, por një leksion për të tjerët. O vlla, s'kam ardhur për shembull të mirë, unë këtu o shok. Unë kam ardhur këtu me tregu jetën time dhe mos të bëjnë gabimet e mia ropt, o budall. Ju kthye ai Gimbos me tone të larta.